Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për të mirat e Tij të panumërta, të cilët i kemi dhe i shijojmë dhe përjetojmë dita e ditës dhe vazhdojmë të jetojmë në mirësitë e Allahut Azza wa Jall edhe më tutje, ku dhe njëkohësisht salavatat dhe selamat më të përsosura ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij, fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, ku sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala fillojmë me komentimin e surës At-Tariq, që është njëra nga surët që bëjnë pjesë në xhuzin amme apo në xhuzin e 30, xhuzin e fundit të Kur'anit. Si po shihni, koha shumë shpejt kalon, saqë unë parëzit kur e pas se kemi mrinë në surët At-Tariq, thash subhanallah, se sa shpejt erdh koha që me mritë kjo sure, kurse kjo, kur fillum me surët An-Naba në fillim, më duke shumë largë dhe thesha, a do të kemi mundësi që të mrim gjatë vitit 2013. Po, shifeni ala, do të thotë, sa për kohë shumë të shkurt, kemi mrin këtë sure, kina me kry surën, apo surët An-Naba, xhuzin e 30, xhuzin amme, për një kohë shumë të shkurt, që ta bën me dije se koha jeta kalon shumë shpejt, dhe se mirë për muslimonin i cili këtë kohë e lejon që t'i kaloje pa e shfrytzuar në kërkimin e diturisë dhe në avancimin e tij fetar dhe edukativ arsimor. Dhe me të vërtetë se çdo herë që muslimoni ngritet në aspektin e diturisë, elmit, ai me automatizëm ngritet edhe në aspektin e imanit dhe besimit të tij. Aq sa më të dijshëm që jemi, aq më mirë e njohim krijuesin ton. Aq sa më mirë e njohim Allahun Azza wa Jall, aq më larg jemi mëkateve dhe gjunaheve. Për këtë shkak selefi kanë thonë: "Men kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf." Kush e njeh Allahun më mirë, ai edhe më shumë i frigohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe sot, siç e shihni, jemi në fillim të surës At-Tariq. Surës At-Tariq. Thot Allahu subhanahu wa taala: Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-tariq. Thot pasha qiellin. Pasha qiellin. Betohet në qiellin Allahu Azza wa Jall, qiell i cili është është krijesë e Allahut subhanahu wa taala, betohet në këtë krijesë të madhe, në këtë krijem të madh, për me nxjerr në pah dhe në mejdan madhështinë e vet Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është njëra nga metodat e Kur'anit që Allahu subhanahu wa taala her pas heri do të thotë betohet në disa krijesat e tij të mëdha, që me vabo me dije krijesave tjera madhështinë e tij. Kështu thot Ibn Kaimi rahmetullahi alayh. Dhe në këtë sure, në fillim të kësaj surës, do thotë kur fillon Allahu Azza wa Jalla thotë was-samaa'i wat-tariq. Thot pasha qiellin. Fillon me betim, me bejnë Allahun Azza wa Jalla, me bejnë në qiellin. Wat-tariq. Dy betime i kemi me një sure, me një ajet. Në fillim të një surës edhe me një ajet. Thot dhe pasha tariqun. At-Tariq është një yll i madh. Yll i madh, për të cilën yll shumë komentatorë Kur'anit duke shtinit atë edhe thonjën e Aliut radhiyallahu anhu, sahabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë At-Tariq është ylli më i madh i cili qëndron mbi 7 kaçej, apo është në qiellin e 7. Yll i madh i cili është në qiellin e 7, yll nga i cili nuk ka yll më të madh se ky. Do thotë ylli më i madh nga yjet më të mëdha që ekzistojnë si krijesa në këtë dunjë është Tariq, i cili është në qiellin e 7. Është quajtur Tariq se shfaqet në thellësinë e madhe të natës. Është ylli kur të ketë qiell të pastër dhe ta ngreni kokën ka qielli, është ylli i cili më shumë t'i ndriçon. Është ylli i cili më shumë t'i ndriçon.
I cili yll do të thotë drita e këtij ylli do të thotë është më e madhe dhe dallueshme nga yjet tjera. Do të thotë kur të kishini natën në qiell, vërenjani në qiell është një yll i cili më shumë të ndriçon, ndriçimi i saj është më i madh, edhe pse është më së lartë, dritën e ka më të madhe se gjitha yjet tjera që janë më poshtë se ajo. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka quajtur Tariq sepse është yll i cili ndriçon shumë dhe vjen në thellësinë e madhe të natës dhe shfaqet do të thotë më të madhe në thellësinë e natës. Dhe këtu tregon fuqinë e madhe të vetë që e ka Allahu Azza wa Jall, që tregon se krijuesi jon është një Zot i cili ka fuqi që me kriju kësi yje të mëdha, me cilin yll do të thotë marrin drejtimin njerëzit gjatë udhëtimit të tyre. Dhe e dini fort mirë, bila edhe sot kur mungon teknologjia bashkëkohore për me udhëtu do të thotë në thellësitë e natës, njerëzit dita e ditës deri më sot udhëzohen gjatë udhëtimit të tyre me yllin që e ka emrin Tariq. Do të thotë koordinatat, orientimin e marrin duke u bazuar në këto yje. Kryesisht në yllin që e ka emrin Tariq, se sa është më i dukshmi dhe më i pashmi. An-najmu wa ma adraka ma at-tariq. Thot Allahu Azza wa Jall, sot a e dini se çka do me thon Tariq? A e dini madhështinë e këtij ylli? A e dini se çfarë krijese e madhe është ylli që e ka emrin Tariq? A va merr mendja? Pse nuk ndalni me mendu për yllin Tariq? Se Allahu Azza wa Jall në urdhëron në mënyrë direkte në shumë ajete kuranore dhe në mënyrë indirekte në raste të shumta tjera që na me meditu rreth krijesave të Allahut Azza wa Jall, që me kuptu madhështinë dhe fuqinë e madhe që e ka Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak Allahu Azza wa Jall thot efela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Thot këshirni devën se e kam kriju. Edhe i urdhëron, thot shiqojni, ndaluni, meditoni rreth krijimit të devës. Merrni analizojni devën, na përmend yjet, na përmend qejt, na përmend tokën, na përmend thellësinë e tokës. Gjithsa këto janë do të thotë krijesat e Allahut Azza wa Jall. Na përmend njerin. Na përmend njerin. Thotë shiqoni, ndaloni, analizoni vetveten, krijimin tuaj. Na përmend lloj-lloj krijesa që na duke meditu rreth atyre krijesave me kuptu madhështinë e Allahut Azza wa Jall, i cili kuptim ka me nashtin neve që t'jemi më të devotshëm, duke e njoftë Allahun Azza wa Jall dhe duke me automatizëm duke u largu nga mëkatimi i Allahut subhanahu wa taala, që të mos i bëjmë mëkat krijuesit ton Allahut Azza wa Jall. An-najmu ath-thaqib. Thot ylli i cili është ndriçues. Këtu më vjen dhe komenton Tarikun, tregon cilësitë e këtij ylli të madh. Thot ylli i cili është thaqib, al-lami'. Përmendet to al-lam' wal-lami' që me kuptu do të thotë një cilësi dhe një veçori të veçantë që e ka ylli Tariq, që është i ndriçueshëm. Al-lam'u në gjuhën arabe, ajrimzi. Al-lam'u në gjuhën arabe do të thotë ndriçim, pas një pastrimit të madh që nxjerr në pa zgjidhlimin dhe do të thotë ndriçimin e një objekti të caktuar. Dhe Allahu Azza wa Jall thot an-najmu ath-thaqib, thot Tariku ylli që e përmendi që është mbi 7 katë apo në qiellin e 7, është yll i cili është i ndriçueshëm, që bjen në sy kur njeri të ngrejë shiqimin e tij në drejtim të qiellit. Këtu më Allahu Azza wa Jall kalon në metodologjinë e sqarimit të asaj në mënyrë do të thotë detajzuar të asaj që është e përmendur në mënyrë do të thotë të zgjidhlueshme. Kjo është metodë e veçantë e Kuranit që Allahu Azza wa Jall her pas here përmend diçka do të thotë në mënyrë kalimthi. Përmend Tariq, e ka përmend Tarikun, yllin e madh. Më vonë vjen dhe e sqaron në mënyrë detajzuar se çka do të thotë fjala Tariq. Çka do të thotë pse rëndësia e asaj që Allah është betuar në atë. Tha was-sama'i wat-tariq, pasha qiellin
dhe tarikun. Këtu kemi dy betime. Pse ka përmend betimin në qiell dhe betimin në tarik? Sepse qielli dhe qëndrimi i tarikut kanë të bëjnë me njëra tjetrën. Se tariku qëndron në qiellin e 7. Po, Axhi? Qëndron në qiellin e 7. Dhe ka të bëjë do të thotë qëndrimi i yllit me qetë, ka ndërlishmëri me njëra tjetrën. Dhe më vonë kalon në metodologjinë e sqarimit të asaj, që është do të thotë e përmendme në mënyrë kalimthit, në mënyrë detajizume. An-najmu wa ma adraki ma at-tarikh. A e dini ju thot? A va merr mendja se çfarë krijesë e madhe është tariku? Ndaluni dhe mendoni rreth kësaj. An-najmu thaqib, zot këtu shtash tregon se është yll. Thot yllin ndriçues, i cili ka shumë dritë, drita e të cilës nga dhënyen dhe te i kalon dritën e yjeve tjera. In kullu nafsin lamma alejha hafidh. In kullu nafsin lamma alejha hafidh. Këtu shtash Allahu Azza wa Jall, pasi që sqaron krijesat e mëdha, fuqinë vetë të madhe, tregon se Allahu Azza wa Jall neve na ka në mbikëqyrjen e tij. Edhe pse këto përmendën këto krijesa të mëdha, përmendet kjo ylli tarik që qëndron në qiellin e 7. Përmendet fuqia e madhe e Allahut Azza wa Jall, shtash tregon fuqinë e vet Allahu subhanahu wa taala, me të cilën fuqi dominon në krijesat e tij. Thot in kullu nafsin lamma alejha hafidh. Thot ta di fort mirë çdo shpirt se llogaritet, do të thot hap pas hapi, fjalë për fjale, punë për punë, alejha hafidh, ka roje, e cila ta dihet çdo shpirt se ka roje. E cila roje, çka run ajo roje? A na run neva? Ja, i run veprat e krijesave. I run veprat e krijesave, si len ato mu hup, si len ato mu zhduk, si len ato me kalu ashtu pa u llogarit. Por çka? Çdo sent regjistrohet, çka harf për harfe, fjalë për fjale, punë për punë. Nuk ka mundësi mi hik asnjë nefsit. Dhe ky llogaritës nuk është për gjithnjë, çdo nefs e ka në vete. In kullu nefsin, përmendet çdo shpirt, çdo nefs, alejha hafidh. Ka do të thot llogaritës. Nuk ka thonë in kullu beden, çdo trup. Kurse çdo nefs, i cili lëviz, i cili mendon, i cili mediton, i cili ka do të thot lëvizje që janë të dukshme dhe të padukshme, për çfarë është përmend nefsi e jo trupi. Sepse njëherë pas herë nuk ka lëvizje trupore fizike, ama ka lëvizje çka shpirtërore. Ka aktivitet me shpirtin e tij, mendon, planifikon, mediton, edhe ajo llogaritet. Nuk do me thonë se vetëm ajo që shifet llogaritet. Nuk do me thonë se vetëm lëvizjet fizike llogaritet, por se Allah zotë thot kullu nefsin, çdo shpirt, in kullu nefsin lamma alejha hafidh. Lemma këtu që përmendet në kuptim të parë në gjuhën arabe, lemma do të thot ende, apo nuk, i ka kuptimet. Këtu e ka kuptimin illa, që do me thonë nuk ka shpirt i cili vetëm se ka dashti apo s'dashti, alejha hafidh llogaritës, i cili arun veprat e tia, ja regjistron, do të thot, ja regjistron harf për haste. Waladej raqibun atid, kemi përmend në surët që përmendëm më herët, që kemi lexuar më herët, raqib atid. Që do të thonë, çka raqib e përmendëm? Çka do kemi thonë raqibun atid? Kush e ka marrë mend? I ka 1000 dinar. Të shkruajmë dhe të ruajmë. Ha? Të shkruajmë dhe të ruajmë. Ja. Si shka? Raqibun atid. Raqib do keme thonë për cjellës, i cili do më thonë e për cjellë. Ku do që shkonaj? Atid rreth për fjallës atede, numrim. Që do më thonë sikur se numrim dhe razitje, sikur se numrat numron 1, 2, 3, 4, 5, janë edhe me rend shkruhen. Shkruhen do më thonë me numër, kete ki bo shtash edhe shkru qtash, jo me lon ma vonë dikur, që me shkrujt punën që është bo ma vonë me ta shkrujt ma herët, apo atë që e ki shkrujt ma herët me lon që pak ma vonë me ta shkrujt. Ja ajtë për cjellë, ku do që je,
edhe ta shkruan veprën, punën e mirë apo të keqe, aty për aty. S'ka diçka me hik. Sepse kur të llogaritesh në ditën e gjykimit, mos thuaj vallajën e këtë kum bon drejt, këtë më pas ka shkruajt në akşam me laça se pranoj. Ja raqibun atid. Do thot i cili përcjellës ti regjistron dhe ti verifikon veprimet e tuaja, të mira apo të këqija, të dukshme apo të padukshme, aty për aty, ashtu si i ke bo, me rend, për një herë. Dhe që do me thonë, pse përmendet raqib atid? Dikush mundet me thonë, majse ai shkruan, ka mundësi s'm ka përcjell, i ka kallzu dikush, ja, vetë me laq atit përcjell. Edhe ai vetë ta numëron dhe ta llogarit dhe ta regjistron veprën tënde. Nuk është që dikush tjetër i tregon që mos thuaj se si pas ka tregu mirë. Çaj i cili ti të përcjell, çaj ta numëron veprën, çaj ta regjistron dhe çaj ta verifikon. Që mos me pas arsye. Pra këtu, ky ajet kuranor është i ngjashëm me atë. Thot in kullu nafsin lamma aleha hafiz. Vështu përmendet roje. I cili roje i ruan veprat, që mos hupin, mos shka përderdhen. Kjo është komenti i asaj. Që mos hupin dhe mos shka përderdhen dhe mos vënohen. Aty për aty, sikur se roja që e ruan një objekt, një vend caktum, e ruan vazhdimisht dhe pa ndal dhe nuk lën asgjë me hi apo me dal në atë vend pa u regjistruar dhe pa u konfirmuar nga vetë personi i cili ruan. Njëta është kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiramen katibin, fisnik të cilët regjistrojnë. Fisnik të cilët regjistrojnë, që do me thonë asë nuk shtojnë, asë nuk të paksojnë. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e din se ju çfarë bëjni, kur bëjni dhe si e bëjni veprën që bëjni. Allahu na mundsof që këto me laqet na regjistrojnë për neve vetëm vepra të mira, vetëm fjalë të mira, vetëm punë të mira, të cilët janë të pranueshme tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall në një ajet kuranor tjetër tregon se ai i din edhe regjistron edhe gjërat të cilat përshpërisin në zemrat e tona. Gjërat të cilat edhe na i përshpërisim në vetvete, të cilat i folim na në vetveten tonë, pa i numëruar me gjuhën tonë, pa i shtin dhe tot në fjaloren dhe në fjalë të cilat na i njohim. Se dë njerë themin vetvete thu me fjalë, me bus, ama se shprej me zonë. Me laqet këtë po se po, veçar paseri kemi fjalë dhe planifikimet të cilat i bëjmë në zemër, pa i lëviz buzën. Unë shtash nalna edhe bëj plan se çka ka me fol. Me laqet këtë e verifikajnë, këtë e shkruajnë dhe regjistrojnë. Dhe Allahu azza jalla e din këtë, dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Thot ne e kemi kriju njerin. Pse përmendet? Do të thotë Allahu azza jalla e ka kriju këtë njerë dhe thot ne e kemi kriju njerin. Dhe se kemi lënë na ashtu. Dhe të mos kujtohej se ardhja e tij dhe krijimi i tij është badjava dhe më kërkush se ka në kontroll atë. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dhe thot na e dim atë që i ban vezvese nefsi i tij, apo atë që ja flet nefsi i tij. Pse përmendet kjo? Nuk Allahu azza nuk thot na i dim veprat e tija. Shkon e përmend atë që është më precize që me kuptu se ajo që është më pak se kjo është alo më pak, alo më lehtë për Allahun azza wa jall. Pasi Allahu e din atë që neve e folim me zemrat e tona e mendojmë, para mendoj veprat sa mirë i din ai. Kur e din këtë që Allah se kimi shprej me gjuhën tonë, Allah se kimi shprej me zonin tonë, para mendoje veprat e kështu me radhë, sa mirë i din Allahu subhanahu wa taala, e gjithë ka kuptim dhe mesazh që na të mundohemi edhe mendimet të kemi të mira, të sinqerta dhe të devotshme, e të mos flasim për fjalët, e të mos flasim për zemrat, e të mos flasim për veprat e tona. Nusë Allahun azza wa jall që të na japë zemrat të shëndosha, të na mundson të flasim fjalë të drejta dhe të veprojmë vetëm e vetëm vepra të mira. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Thot Allahu subhanahu wa taala në mënyrë urdhërore, dashtja pas dashtje, po urdhërojmë njeriu që të shiqojë çka? Mimma khuliq. Për çka e të shkriu? Ha? Në të këshire njeri dhe të për çka e të shkriu? Shiqoni,
Kjo është kalim prej një faze me një fazë. Kalim prej një krijesë që është e lartë prej neve, vetëm e dukshme, me një krijesë dhe me një pamje që është e afër dhe e prekshme për neve. Më nalt përmendëm qiellin, përmendëm tarikun, dhe na nxit Allah që të mendojmë dhe të meditojmë rreth atyre. Shtash thot, ndalo mendo të vetvetja. Mos e arsyetoj me thonë se unë tarikun e kam shumë larg. Yllin që është ndriçues e kam shumë larg, se ne preki dhe së ne shoh. Ja, shtash mendo të vetvetja. Mendo në vujudin tënd. Falyanzur al-insanu mimma khuliq. Në të këshire njeri se si është kriju. Prej çka është kriju. Kjo është do të thotë nxitje që është globale. Që është nxitje e detajzume. Që është domethënë sqaruese. Do të thotë Allahu Azza wa Jall ka me tregu shtash edhe çka materien nga e cila ti e kriju. Shqyqoni, kjo shtash na duket neve shumë e thjeshtë. Veç para mendoni para 1400 vjetëve, kur ka qenë jeta primitive, edhe këto informata detajzume se çfarë mrekullie është konsideru ajo në atë zaman, po deri sot vazhdon me qenë mrekulli. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Thot në të këshire njëre për çka e të shkriju. Thot njeriu është kriju nga uji i vrullshëm. Min ma'in dafiq. Thot njeriu është kriju nga uji i vrullshëm. Uji i vrullshëm është për qëllim sperma, e cila del nga mashkulli. Dhe kjo mrekulli dhe kjo nxitje Allahut Azza që na me mediturë të kësaj na e kupton një send, na e ban të dukshme një send tjetër, që na si krijesa, të cilët jemi të krijuar nga ky ujë, i cili është shumë i thjeshtë, i cili është shumë pak i vlefshëm, i cili nuk ka çmim. Ana ka hije me qenë me ndjem dhaj? Ana ka hije mi thi regullat dhe urnat e Allahut Azza wa Jall? Ana ka hije që na me mendu se jemi diçka? Je kriju prej një uji. Je kriju prej ma'in dafiq, uji vrullshëm. Uji thjesht, i cili nuk ka ndonjë peshë, në cili nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë. E ti je kriju prej asaj. Si ke mundësi mi u kundërvu krijuesit tanë? Allahu Azza wa Jall, i cili e ka kriju tarikun, i ka kriju qejt, ka kriju edhe ti prej kësaj materie kaq të thjesht, e ti mu bo mendje madh. Kjo është mesazh. Edhe shtash ka me tregu Allahu Azza wa Jall, prej kahit buron ki ujë. Prej kahit del ki ujë. Dhe shumë ajete tjera Allahu subhanahu wa taala thot min ma'in mahin. Shumë ajete tjera thot nga uji i cili është i dopt. E cilëson spermën si ujë të dopt. Apo uji i cili është i nënçmuar. Disa kanë komentuar kështu. Uji i cili është me hin, fjala i han rrjedh prej nënçmimit. E hanë shay'a yuhinuhu është rrjedh prej fjalës nënçmim. Për çata arabisht kur do mi thon dikujt e nënçmova këtë, i thu ehantuhu, e nënçmova. E Allahu spermën e përshkruan si ujë i cili është i dopt, i nënçmuar, i thjesht. Ti kryu prej këtij ujit. E gjithë kjo me ta bëu me dije madhështinë Allahut subhanahu wa taala. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Sot ki ujë, para mendon Allahu Azza wa Jall, ndalet edhe tregon për vendin në të cilin vend ki ujë prodhohet dhe del nga ai. Prodhohet dhe del nga ai. Thot ki ujë, thot, është ujë i cili del nga shtylla kurizore dhe nga kush? Wat tara'ib, dhe nga brind. Dhe nga brind. E si prodhohet, çka del, si sistematizohet, me të argumentoj shkenca se puna atim vashtë. Kryesorja na themi se Allahu Azza wa Jall në mënyrë
shumë detajzume tregon burimin e këtij uji dhe vendin ku prodhohet ky ujë. Kjo është vendi. Nga shtylla kurrizore dhe nga brinjt. E si e lidh shtyllën kurrizore me brinjt, e si del, e si bohat, ne të argumentojnë shkencëtar puna e ty në vashtë. Na themi se kjo është mrekulli kuranore, e cila mrekulli na e ban me dije se Allahu Azza wa Jall këtë njerë e ka kriju do të thotë me qëllim, me mesazh, dhe jo rasisht aq mirë dhe aq fort e ka detajzu vendin e prodhimit të këtij uji, nga e cila materie ka me dal një njerë, i cili njerë ka me adhuru Allahun subhanahu wa taala, apo Allahun mos e baft ka me marr guximin që mi bo kufër dhe shirk apo mëkat Allahun subhanahu wa taala. Innehu ala raj'ihi. Allahu Azza wa Jall thot në vazhdim të kësaj dhe ndërlidhet me atë që kaloj. Thot Allahu Azza wa Jall thot me të vërtet ala raj'ihi laqadir. Thot ka shumë fuqi që me rikthi këtë njerë. Pse përmendet rikthimi i njerit shtash? Sepse me rikthi diçka më se ki pas, është shumë më lehtë pa e pas hiç. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, unë kam shumë lehtë thot juve për me ju rikthi prap. Dhe rikthimi është me qëllim që me na marrë në llogari Allahu subhanahu wa taala për të mira apo të këqija që i kemi bë. Dhe na e ban me dije, pasi që thot unë kam pas fuqi me ju kriju juve prej asgjahit dhe me ju kriju nga një materie e cila prodhohet në këtë vend, e me dalë në çmume dhe e thjesht, e me dalë tin këtë dunjo, e me jetu, e me pas jetë, e me pas profesion, e me pas, në fund, me vdek ty unë kam shumë let, apet ty me të kriju. Thot, innehu ala raj'ihi laqadir. Thot, ai ka kudret dhe fuqi që juve me ju rikthi dhe me ju marrë në llogari për veprat dhe për punë që i keni bë. Si që kemi përmend më herët kur thot Allahu Azza wa Jall, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Thot Allahu Azza wa Jall është ai i cili e fillon krijimin e pastaj rikthen atë. Kështu është përmend vdekja, sepse nënkuptohet se rikthimi bëhet pas vdekjes. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Allahu është ai i cili e fillon krijimin dhe ka fillu krijimin dhe ai përsëri e rikthen. Përsëri e merr në llogari. Yawma tubla as-sara'ir. Allahu Azza wa Jalla këtu shtash kalon në komentimin e asaj se çka ka me na ndodh pasi që ka me na rikthi. Pasi që përmendi se Allah ka fuqi, neve me na rin gjallë, thot yawma tubla as-sara'ir. Na ditë thot kanë më shfaq, kanë me qenë sprov, kanë me dalë në mejdan për juve, serair, fshetësit, që e kanë vendin në zemër. Allahu Azza wa Jall përmend të do të thot, gjërat që janë të fshehta dhe të padukshme, nuk përmend veprat. Nuk i përmend veprat, sepse veprat janë ato që janë të dukshme. Ajo që janë të padukshme, janë gjërat të cilët janë në zemër, që janë të fshehta. Dhe kjo është fuqi e veçantë e Allahut Azza wa Jall. Askush prej nesh nuk e din për momentin unë çka mendoj, dhe askush prej nesh nuk e din për momentin se ti çka mendon. Ama Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit ka më shplu ata fshehtësi. Ka më në nxjerr në mejdan, sepse ne shpesh herë dim edhe këtë me bo, me fol diçka e me pas diçka në zemër. Në këtë njerëzit me mendu se na jemi duke punu mirë, a na plonin me pas shumë të keq. Këtë njerëzit me pa veprën tonë si të keqe, a na me pas në zemër një jetë shumë të mirë. Këtë dallim nuk din me bo njerëzit, këtë e ban Allahu Azza wa Jall. Dhe për këtë shak thot, yawma tubla as-sara'ir, në ditën e gjykimit, kanë me dal në mejdan dhe në pah në fshetësit. Kanë mu duk. Dhe ata kanë mu sprovu dhe kanë mu shfaq para juve. Dhe tuhteberu, kanë thonë, yawma tuhteberu as-sara'ir. Në ditë kanë mu sprovu fshetësit. Është për qëllim njerëzit që kanë pas fshetësi në zemër.
Njerëzit që kanë pas fshetësi në zemër. Dhe për këtë shkak, ajo që kërkohet nga besimtari është që të ketë zemër të mirë dhe të pastër, që vazhdimisht veprimet e tija të fillojë me një jetë të mirë dhe të pastër, që veprat e tija të janë do të thotë më të pranueshme tek Allahu Azza wa Jall. Dhe ajo që kërkohet prej Allahut Azza wa Jall është që na të kemi zemra të mira dhe të pastra, e të mos mundohemi që të zbukurojmë veprat e të harrojmë pastrimin e nijeteve dhe zemrave të tona. Për këtë çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, thot wa siyamahu ma'a siyamihim. Thot janë disa njerëz, të cilët njerëz kur t'i shihni tu fal, keni me nënçmu thot namazin e juve. Kur t'i shihni tu agjiru, keni me nënçmu agjirimin e juve, sepse kanë mu duk në pamje se shumë fort janë tu fal, shumë mirë janë tu fal. Kur t'a shihni tu agjiru, keni me thonë mashallah, çfarë agjirimi. Ama çka thot? Yamruquna min ad-dini kama yamriqu sahmu min ar-ramiyya. Thot ato dalin prej fesë ashtu si gjet, ashtu si del shigjeta nga harku i tij. A ki pas shigjetin kur e merr me xhujt, e lëshon shumë shpejt del. Thot ashtu dalin pi fesë. Ama ka daleve namazin sa të mirë, sa të fort, agjërimin sa të mirë, sa të pastër. Po, mos e ka zemrën e mirë. Se ka me nijet të mirë. Se ka pastru nijetin, se ka pastru zemrën. Ai në zemër ka krejt si diçka tjetër në krahasim me atë që duket. Për këtë shak Hasan al-Basriu rahimahullahu ta'ala thot, wallahi ma sabaqahum Abu Bakr bi salatihim wala sawm. Thot, wa innama sabaqahum bima waqara fi qalbihi min al-iman. Thot, wallahi thot, kur e kemi pa ato njerëz, e kemi pa se as Abu Bekri s'va ka kalu me namaz dhe me agjërim. Namazin edhe agjërimin e kam pas më të mirë dhe më të fortë se Abu Bekri. Thot, me Abu Bekri thot va ka kalu me atë që është rëndu dhe vendos në zemrën e tij, imani. Va ka kalu me sinqeritet dhe iman të mirë dhe të pastërt. Dhe kjo është ajo që na besimtarët vazhdimisht duhet pas parasysh, që t'i pastrojmë niyetet, t'i pastrojmë qëllimet dhe t'i pastrojmë zemrat e tona. Dhe vazhdimisht mendojmë pozitivisht, vazhdimisht mendojmë ka e mira dhe ka e drejta. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Thot në ditë kur njerëzit kanë më ushplu veprat e mira po të këqija. Thot në ditë fama lahu min quwwatin wala nasir. Në ditë s'ka më pas as fuqi, as forcë e as ndihmues. Në këtë dunjë ka mundësi që ti me të ndihmu dikush. Ka mundësi që me pas forcë ti me fshet këqijat e tuja. Ka mundësi që ti të kesh mjeshtri e me pas një jetë shumë të këqija e mi paraqit shumë mirë para njerëzit. Ki mundësi me pas këtë forcë. Apo me qenë atë që i fortë që mi bin kretë tjertë që punën e keqe tonë dhe ata me arsjetu. Apo me pas ndihmues të cilët kanë me të ndihmu ti në të keqe. A më në të dunjo, thotë Allah Zotële, fama lahu min quwwatin wala nasir, në mënyrë prerëse, në mënyrë decide, ata të s'kan forcë, ku vetë takat, e as ndihmues, ushtri apo forcë e cita ka me ndihmu. S'kan me pas as forcë të mbrëndshme, e as forcë të jashtme që ka me ndihmu ata në zullumin që e kanë bo, apo në fshehjen e të këqijave që i kanë bo në këtë dunjo. Por na si musliman duhet pas parasysh një send, që njerëzit duhet mi gjiku si pas asaj që e shohim. Si pas asaj që e shohim dikan musliman, e shohim dikan që falet, e shohim dikan me shahadet, themi kjo është musliman, është vllai jon, dhe na e pranojmë të tillë. Për shkak se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetën për munafiqët dhe dështën me marr leje që mi vra ata dhe mi luftu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo, la yatahaddathu an-nasa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo, tha zguzeni mi vra, sepse njerëzit nuk guxojnë me thonë dhe nuk kanë drejt pastaj me thonën se Muhamedi i vret shokët e vet. Na nuk duhet me leju që me thonë dikush musliman të vriten me zvete. Ne nuk guxojmë me thonë që
dhe me leju që dikush me thonë musliman rihen mes vete. Na themi se ato janë musliman, do të thotë i trajtojmë si të tillë dhe vajapim dispozitat që i meritojnë. Atë që i kanë në zemër me stymbë dhe Zotit. Na nuk kemi të drejtë me ndërhyjë në atë. Na kemi obligim fetar që njerëzit mi trajtu sipas asaj që duket, sipas asaj që e shprehin. Dhe mundohemi që të jemi të drejtë dhe të mirë me gjithë muslimanët, pa marrë parasysh se çka fshehin ata mes vete, çka fshehin ata në zemrat e tyre, ne mundohim që të trajtojmë si të tillë. Lutë Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj që të veprojmë vetëm vepra të mira, që të dalim para tij faqebardh me vepra të mira dhe të pranueshme para Allahut azza wa jall. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nëse ka dikush do një pyetje të rrotëroj. Për Isra dhe Mirazhin. Për Isra dhe Mirazhin do të përmendi disa pika shkurtimisht. Është ndodhi e madhe që me të vërtet ja vlen që të ndalemi disa ligjërata të plota dhe të tëra, ta shpjegojmë ndodhinë e Isra dhe Mirazhit, dhe është shumë fatkeqësi e madhe që ndodhia e Isra dhe Mirazhit neve na kujtohet vetëm një natë në vit. Kjo është fatkeqësia e madhe dhe me të vërtet na si hoxhallarë dhe si musliman në tërësi duhet pas parasysh se është në nënçmim për historinë islame që nata e Isra dhe Mirazhit të përmendet një natë në vit. Është në nënçmim. Shkaqet janë të shumta, por në vetëm një shak ka me përmend. Se në këtë natë na është obligu një adhurim, i cili adhurim është ndarës mes teje xhenetit dhe xhehenemit. E ki këtë adhurim me lejnë Allahut e xhenet li. Se kije xhenem li. Është namazi. Është adhurimi më i madh dhe është i vetmi obligim dhe adhurim i cili është obliguar mbi 7 kaçë. Pa ndërmjetësim. Ku mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahut azza wa jalla kishte vetëm drita e Zotit. S'kishte diçka pengesë tjetër. Ishte pengesa e vetme drita e Allahut azza wa jalla. S'kish kur një farë perde tjetër. Kur një farë pengese tjetër. Sikur mos kish qenë ajo perde, gjatë obligimit të këtij adhurimi, Allahu pejgamberi sa do ta shifte Allahun subhanahu wa taala. Por kjo perde e pengoi, kjo dritë e madhe e pengoi. Edhe na e lëm që këtë ndodhita përmendim vetëm një herë në vetë. Nata e Isra dhe Mirazhit ka ndodhur për 3 shkaqe dhe ka ndodhur mas 2 ndodhive të mëdha, 2 provave të mëdha që i ndodhen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nata e Isra dhe Mirazhit vjen mas vdekjes Hatixhes radhiyallahu anha, që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë vit do të thotë u sprovu me një sprovë të madhe që ju ndan nga mesi i tij kroi djathti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishte gruaja vet Hatixha radhiyallahu anha. Dhe këtu e themi me plot guxim mërzinë e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kishte do të thotë shkaku i vdekjes së gruas së tij. Që disa muslimanë gabojnë dhe mendojnë se është burni me thonë mas vdekjes së gruas shiqëruratova një sherma pak. Jo vallahi. Nuk është ish marrë me thonë jam mërzit pëse më ka ndru jetë gruaja, pëse më ka vdek gruaja. Hiç s'është marrë. Se historia e ka shënu mërzinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Hatixhen. E dyta mërzi që i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe rrahja e tij dhe përgjakja e tij në Taif. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u mërzit pse e rrehën atë. U mërzit se ata e refuzuan fejnë Allahut azza wa jall. Sepse sikur se të ishte mërzit për vetvete do të kishton me laçës bashkoj di kodrat edhe zhdukja Taifin. Taifi është qytet mes 2 kodrave të mëdha. Dhe me laçja vjen dhe i thot ja Resulullah, të marr ti bëj bashkë të 2 kodrat edhe ti zhduki. Para më kur bëhen bashkë
Dikodra, a jetë diçka mes atyve dikodra, s'jetë kur gjo. Pejgamberi sa sa thotë, jo lene. Ndoshta thotë dikush nga bytë e timve ka me dal, i cili ka me dhuru Allahun azza wa jall. Mas të din ndodhive të mëdhaja, ndodh udhtimi i Isras dhe Mirajit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me marrë dhe me largu prej Mekës, me nxjerr me një udhtim i cili është madhështor, i cili udhtim do thotë ka me largu pak pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej një vendi ku ka probleme dhe telashe, ka me largu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej një vendi apo prej një kohë ku është duke jetuar vështirësi ndavet. Në atë kohë edhe me kasit u kthin kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju dini fort mirë se pak pas Taifit ndodhi edhe leja për shkurje në hijret. Do të thotë hijreti ka ndodhur mes Taifit dhe pas Isras dhe Mirajit. Gjithë kjo ndodhi tregon se Allahu azza wa jall dashti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ia dhon një përkrahje, me ia heq një mërzi dhe një telashe. I çoi do thotë një krijesë e cila krijesë është e veçantë, e kishte emrin Burak, me emër të veçantë, me fizionomi dhe pamje të veçantë, me shpejtësi të veçantë, me specifika të veçanta. Për një pejgamber të veçantë, me një kohë të veçantë. Me një kohë të veçantë dhe me një situatë të veçantë. Dhe ja mundsoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të udhtohej do thotë në Quds, Beitul Maqdis. Dhe atje me fuqinë e vet Allahu azza wa jall ja mundsoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që del imam dhe pas tij të falën këtë pejgamber, fin Ademin alayhis salam, deri në Isa alayhis salam. Ai të bëhet imam i gjithëve. Që do me thonë se muslimoni kur ka të lashe dhe probleme, du të me këshirë mi dhonë për krahje. Du të me këshirë dhe thëtë me largu pak prej atinve problemeve, qoftë me mohabet, qoftë duke andru qytetin, duke andru mahallën, duke andru katunin, duke andru shtetin dhe kështu me rasë. Gjitha këto e nurësi dhe mesazhe që na i marim nga dodhia e Isras dhe Mirajit. Dhe Allahu azza wa jall ja mundson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të udhton do të thotë me Burakun, i cili do të thotë Burak është krijesë do të thotë që nuk i ngan as magarit e as kalit, që është pak më i madh se magari e pak më i vogël se kali, që ka do të thotë specifika të veçanta. Dhe sidoqoftë ja mundson që të kaloj 7 kat qej dhe deri diku të ston me Xhibrilin alayhis salam, e pas një kohë edhe Xhibrili alayhis salam të tërhiqet, që me tregu rëndësinë e udhtimit, që me tregu rëndësinë e detyrës që ka me marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që me tregu se ky obligim i madh është i veçantë për një pejgamber të veçantë, për një ummet të veçantë. Namazin këtë formë që i kemi na, se ka pas asnjë ummet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka pas asnjë pejgamber para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky lloj obligimi në këtë vend, në këtë mënyrë si është obliguar asnjë pejgamberi para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe natyrisht që ndodhin e dini fort mirë, nuk du mund dal kthimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa herë, takimin me Musa alayhis salam, me Musa alayhis salam si e mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gjithë kjo ndodh prej qellit të 6 mbi qellin e 7. Do të kthehet kur vjen se në qellin e 6 e takon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Musa alayhis salam, apo? Ashtu si din Allahu subhanahu wa taala. Kjo është gaj për neve e jona është vetëm me besu këtë. Ajo që është me rëndësi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kthehet në Mekke, është një sprovë e madhe dhe është një ngritje e madhe për dikan. Sprovë e madhe për ata që nuk e besun dhe ngritje e madhe për atë që e besun. Ebu Bekri radiallahu anhu deri në këtë zaman, deri në ndodhinë e Isras dhe Mirajit, është ujtë Ebu Bekr. Epitetin Siddik e ka marrë shkaku i Isras dhe Mirajit. Mushrikët e Mekës
e morën vesh se ju kam tek ti Muhamedit me fol diçka, dhe thanë hajde që kemë të lymë pak. Me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur morën vesh se kjo është të thonë se është shkonën në stradën Miraç, se është shkonën në Beitul Maqdis për një natë dhe është kthi. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aty ju thanë Beitul Maqdis, se ata e dishin, ishte vend i cili u dike nga ana e arabëve. Sikur se me ju pason 7 kaçesen, do të kishin për ata e pa njohur, por çka? Ju tha në filan vendin, në Kuds jam kon, me Mesjidul Aqsa. E ata mirë than, na i përshkruj neve Mesjidul Aqsa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend në hadithe, thot vallahi thot, kur vetën man siklet se kam një. Kur vetën man siklet se kam një. Ma keq, man zor se kam një asnjëherë. Se sa në këtë moment kur më than, na e përshkruj neve si duket Mesjidul Aqsaja. Sepse na e dim se udhëtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Mesjidul Aqsa s'ka qenë turizëm, s'ka qenë me ndet aty me javë me net. Ka qenë kalim. Kalim thit e ka pa Mesjidul Aqsa. Va ka falë namazën gjithë pejgamberëve dhe ka hecë. Ajo që është në detaje që e ka pa kadal, ka qenë udhëtimi mes katit të shtetit të gjashtë dhe takimin me Allahun azza wa jall. Se disa herë është kthia, po. Atë ka po mirë, udhëtimi shpesht. Kurse Mesjidul Aqsa ka qenë kalim thit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e Allahu azza wa jall. Më nxjerri para syve Mesjidul Aqsa. E shifsha para vetës Mesjidul Aqsa. Dhe ata për çdo pyetje që ma banin dhe më thonin, na trego për filan dritarën që gjendet në filan kandin. Thot Allah më mundësike që Mesjidul Aqsa të më kthehet ka e kandi, dhe unë ta shoh atë kand dhe t'i tham në filan kand është dritara e cila duket kështu e kështu. E na kanë thonë, na kanë vetëshin në filan dritimin çfarë dere gjendet apo çka gjendet. E Allahu azza wa jall ma kthejke Mesjidul Aqsa, ka i kand, ka i drejtim e unë e shifsha dhe u përgjithsha. Thot, sa që ata metën pa tekst, por nuk është me kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ato i than, neve jemi të e prit një karavan që vjen prej Mesjidul Aqsas në Mekke. Thot, ma i si ti pas ke shku dhe pas ke ardh. A i ki pa ato? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa thot i kum pa. Në filan vendin thot, filan devja e ka thi kamën. Edhe çaja i ka vanu pak prej udhëtimit. Edhe këto si besun, megjithatë si besun prap pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shkun dhe i than Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, o Ebu Bekr, ai budalla jot, ai shoku jot, kështu u drejtu. O shtu thonën se pra ma konën në Aqsa. E kanë dzejë shtë një budallaki të rej. Ebu Bekri radhiyallahu anhu thot, ma i si ai thot, pas ka konën. Dhe Allahu azza wa jall prej që ati momenti e quajt Ebu Bekrin me epitetin as-Siddiqi. As-Siddiq. Dhe e mora epitetin as-Siddiq, i sinqerti, i besueshmi, ai cili e besoi ndodhinë e Isra's dhe Mirajit, pa e ndëgju nga goja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm se transmetojshin se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ai thotë ashtu është. Kjo është shoqëni e sinqert, kjo është shoqëni pa prapavia, kjo është shoqëni e kullume dhe shoqëni do të thotë e plot. Dhe besnikëria e plot nga një shok besnik. Nga një shok besnik që rjedhke nga Ebu Bekri radhiyallahu anhu. O vëllezër, këtu ne kuptojmë një mesazh. Ky namaz i cili ka 5 kohë, i cili shkruhet sa 50 kohë. Na i falim 5 namaze, na shkruhet sikur se me i fal 50 namaze. Do me thonë, ti kur e len një namaz, se kilon një 10 i kilon. Kur e fal një, se ke fal një 10 i ke fal. Dhe do me thonë se me qëfar guximi një musliman pa hi natë se namazi është tylle e fejs, pa hi natë se namazi është nga obligimet më të obligueshme, pa hi natë se lonja e namazit në mënyrë krejt
plotësisht më është dalje prej fesë. Pa hinë gjitha këta. Si ka hije një muslimanit, i cili musliman e din se Allahu Azza wa Jall këtë namaz e ka obligu mbi 7 katë qej. Këtë namaz e ka obligu me një ustim të veçantë dhe specifik, me një kohë të veçantë dhe specifik. E ka obligu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ia lecu dhe me ia hek të lashët. Jo rastisht unë e përmenda se Isra dhe Miraj dhe obligimi i namazit ka ardhur mas të lashët problemeve, se namazit i largon të lashët dhe problemet. Ta qetëson shpirtin, ta rahaton trupin. Pra qenë ka për të mirën tonë, parimisht. Dhe obligimi i Zotit, obligim i madh, i veçantë, me një kod veçantë, me një vend të veçantë, mënyrë të veçantë, me shpërblime të veçanta, si ke mundësi me lanë? Si ke mundësi me s'me falë këtë namaz? Me çfarë fytyre na ja zgjësim dhe na shkalojmë këtë obligim të madh. Wallahi s'na ka hije. Dhe mesazhi më i madh që i mirët nga Israja dhe Miraxhi nuk është pralla dhe gaçka që mundohet dikush me tregu. Ke shkoj, i tha që ka që plot, që ka që gurzi. Jo, vlezër, është namazi. Kretë kjo ustim, kretë kjo ndodhi, ka ndodhen me një qëllim, me a obligu pejgamberi sa një obligim, i cili obligim ka me rahatu atë dhe umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që do me thonë e kundër të çka është, lënje e këtij obligimi është shqetësim. Nëse nuk je rahat, do t'jesh i shqetësuar. Dhe do të këshalu çdo musliman ta kuptoje mesazhin e Isras dhe Mirajit dhe ta ketë parasysh dhe ta kuptoj njëre për gjithmonë rëndësinë e faljes së namazit. Allahu na i pranov gjithëve namazet dhe na bëf nga namazit. Allah shpëlef, kjo është shkurtimisht sa mujta diçka rreth Isras dhe Mirajit. Vije më ndjallë me punë i rakojë se konselit, kemi në të mëtë. Kjo që ndodh, unë mendoj se është gabim me lidh me hoxhën Irfanin, parimisht. Ky sulm, kjo luftë nuk është individuale, është kolektive. Ata dojnë me çu mesazh. Dhe dojnë këtë problem me personalizu. Dhe me thonë, na kina problem me një hoxh. Me filoni, se ajo është i keq. Na themi se ai hoxh nuk ka fol nga mendja e vetë, ka fol me argumente. Dhe dyta, ato në këtë formë dojnë me shujt fjalën e lirë, që muslimani të mos ketë liri që mi pengu haramat. Këto është qëllimi, se sikur se ta këshim pas vetëm me njërë fanë, shumë letë i shmikonëm. Shumë letë e këshmi zgjidh problemin. I këshmi thonë hoxhës Irfanit, Allah i shpërbleft, largoj edhe shkati. Ama badjava të 100 Irfana largoj, problemi nuk është me Irfanin. Nuk është me molla Irfanin, ma të hoqë të ndershëm që është Luan. I cili dhe tëtë dushmanëve të Zotit, dhe të vazhun kaftyra hiq pa therve. është e drejtë e ti. Ma i si thëjnë se ka demokraci, pëse dhe në me andalë shprehin e lirë këti hoxhe. Qa kajnë? Pastaj, sikur se dikush ka të drejtë, që në mënyrë të hapt me promovu të keqen, në të njëjtën formë dikush tjetër ka të drejtë që me promovu të mirën. Hoxha Irfani aty në atë ligjerat, sa kam dëgjun dhe sa i kam pa, e promovon të mirën dhe ndalon nga e keqja, që ai mendon se është e mirë dhe mendon se është e keqja. Sikur sa ata kanë drejtë me thirë në zina, me thirë në lakuritësi, me thirë në shfrenim, me thirë në dëfrim, me thirë në alkohol, me thirë, pse na s'kemi drejtë, me thirë në të mirë. Kur ata kanë drejtë me thirë në kundër vlera, pse na s'kemi drejtë me thirë në vlera. Dhe thamë se ata nuk kanë problem me molla Irfanin, kanë problem me krejt muslimat, me krejt neve. Na gjithë jemi me të mirën, e cila e mirë del nga goja çdo hoxhe. E këtu në këtë rast edhe e mirë e cila del nga gjuha e hoxhës Irfan, që lusim Allahun Azza wa Jall që ta nderoj dhe ta bekoj në veprimet e tija. Dhe themi që na jemi në përkrahjen e tij
Dhe na musliman do ta mbrojmë atë me çdo sen që kemi në disponim, që për momentin e kemi fjalën dhe kemi mediumin e lirë, dhe na e shfrytëzojmë këtë fjalë dhe këtë medium që më i thonë hoxhës Irfan veç përpara se na krejt jemi me ti. Allah e rujt dhe e bekoft dhe mundsof që të flet vetëm mirë. Faleminderit. Unë do të kësha nëzit dikan që din me shkrujt mire, Allah i ka dhonë prirje për me shkrujt, poezi me shkrujt dhe një poezi për këtë ndodhi që ka ndodhë. Kur mundët një dinsës me dal, me bo show kundra hoxhës nderuar lartë përmendur, pse na musliman mos me dal dhe me akthi me të njëjtën formë, që dhe na me bo një show në mbrojtje të hoxhës. Këtu nuk është më mbrojtja e hoxhës Irfan, se unë po e përmendi me qëllim. Këtu s'ka të bëjë me individ, ka të bëjë dhe tëtë me parim. Ka të bëjë me parim. Se sikur se ata arin me amshel këti hoxhë gojen, kanë me amshel gojen davetit. Ato këtë qëllim e kanë. Ato dojnë me andalë hovin davetit islam. Ata dojnë të mirës mi thonë të keqës mi thonë të mirë, edhe na kitë me thonën, qashtu është, s'kina të qka bëjmë. Ja, na kemi qka bëjmë. E jonë është me të regu të mirën, sikur se të regojmë edhe të keqën. Pasi që jetojmë me një kohë, ku thirën në ligjin dhe nenin të shprehurit të lirë, edhe na thirimi në atë ligjë dhe në atë nëndë, dhe themi kemi drejt më shprej lirëshëm, dhe çdo kush me të regu qëndrimin e vetë, që e ka dhe tëtë. Kur ka drejt dikush me dalë dhe me provu dhe tëtë lakuriqësi, pislëke të ndryshme, pse na s'kemi drejt me promovu të mirën. Kusemi kur thrasim në moral të mirë, thrasim në nderë, në promovimin e vlerave të mira, dhe tëtë pse kjo me qenë e keqe. Allah më sta.